Lëngje bio që bëjnë mirë për shëndetin për meshkujt dhe për femrat. Sipas disa studimeve, thuhet se nëse një mashkull pi lëng portokalli të përzier me lëng limoni për një javë, do të rrisë ndjeshëm masë muskulare, madje kockat do të jenë më të forta. Kurse nëse një mashkull pi lëng shege të përzier me lëng panxhari për një javë, do të shohë që në trupin e tij do të rritet ndjeshëm testosteroni, që është i rëndësishëm për marrëdhënie. Madje përveç dëshirave intime, do të jetë edhe më energjik. Dhe nëse një mashkull do të pi për një javë lëng molle e këshillueshme jeshile përzier me kanell, do të reduktojë ndjeshëm rreziqet e diabetit, madje edhe të patologjive kardiovaskulare. Ndërsa nëse një femër pi për 2 javë lëng ananas të përzier me kastraveca, do të ketë një lëkurë të lëmuar dhe të shndritshme. Bile kjo përzierje eliminon erën e keqe të pjesëve intime dhe të gjithë trupit në përgjithësi. Trupin do të ndjejë më të lehtë dhe flokët do të jenë më të shndritshëm dhe të bukur dhe lëkura e trupit do të jetë e tkurrur. A përdorni lëng të shtrydhur dhe çfarë lëngjesh përdorni? Pres komentet tuaja dhe shpërndajeni këtë video.